Lista zgjedhore e Komisionit Mediave dhe kushtetueshmëria e Prokurorisë Speciale duhet përfunduar për të implementuar marrëveshjen e Përzhinos. Liderët politik shfryzuan festën e lindenit për të përçuar mesazhe politike ndaj njëri tjetrit. Analistët nuk fajsojnë banorët të Shqipkovicës për pritjen e ngrohtë të Gruevskit, thonë se faji qëndron tek dy liderë shqiptar, Ahmeti dhe Façi. Mira banorë të fshatit Batinës për çdo ditë përballen me mungesën e ujit të pishëm, autoritetet me vite nuk kanë reaguar. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi sërish. Më pak se 5 ditë kanë ngelur në dispozicion për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit ad hoc, të cilët do të ndjekin punën e mediave gjatë 100 ditëshit të qeverisë teknike, ndërsa edhe 2 javë kanë kohë votuesit të kontestuar për dëshmuar të drejtën e tyre të votës, nëse duan që të mbeten në listën e votuesve. Shumë pak kohë kanë ngelur për një pjesë të rëndësishme të detyrave që burojnë nga marrëveshja e Përzhinos, ndërsa politikanët tani më kanë filluar pushimet verore. Diç më shumë se 2 javë kanë ngelur në dispozicion për paraqitjen e votuesve të cilët janë futur në listën e të dyshuarve si votues fiktiv. Pas 19 gushtit, KSZ do të ketë edhe 5 ditë për të kontrolluar të gjitha ankesat e dorëzuara deri në atë kohë për të dalë me listën përfundimtare të votuesve. Ndërkohë, nga marrëveshja e Përzhinos kanë ngelur edhe disa detyra të cilat ende as që kanë filluar, por që duhet të përfundojnë më së voni më 31 gusht, ku liderët do të vlerësojnë nëse janë përmbushur kushtet për zgjedhje fair dhe demokratike më 11 dhjetor, që nga nënshkrimi i marrëveshjes përfundimtare më 20 korrik, ende nuk është formuar ad hoc komisioni në Agjencinë e Mediave, edhe pse në marrëveshje shkruan që anëtarët e këtij komisioni duhet të formohen brenda 15 ditëve. Kjo çështje duhet të zgjidhet deri në fund të kësaj jave. Një temë tjetër që duhet të marrë përgjigje deri në fund të këtij muaji është edhe kushtetueshmëria e ligjit për prokurorisë speciale, për çka duhet të jep mendim gjykata kushtetuese, por anëtarët e kësaj gjykate tani më janë në pushim vjetor që do të zgjas deri në shtator. Në marrëveshje shkruan vetëm se 4 partitë e ftojnë gjykatën kushtetuese të vendosë për ligjin për prokurorinë speciale sa më shpejt, mundësisht që në seancën e radhës. Por edhe pse nuk ka një afat të caktuar në marrëveshje, ky vendim është i rëndësishëm të sillet deri më 31 gusht, pasi do të shërbejë si element kyç në vlerësimin final të 4 liderëve lidhur me kushtet e zgjedhjeve. Nëse të gjitha këto arrihen deri më 31 gusht dhe liderët caktojnë mbajtjen e zgjedhjeve më 11 dhjetor, atëherë marrëveshja 20 korrikut parasheh edhe një listë tjetër të obligimeve që kanë marrë partitë. 100 ditë para zgjedhjeve duhet të formohet një qeveri teknike, ku LSDM-ja opozitare do të merr postin e ministrit të punëve të brendshme dhe atë të punës dhe politikës sociale, si dhe 3 poste të zëvendës ministrave plotësues. 100 ditë para zgjedhjeve do të fillojë me punë dhe ad hoc komisioni që do të ndjek raportimin e mediave në këtë periudhë. Kryeredaktori i Radio-Televizionit të Maqedonisë, që do të ushtrojë detyrën po brenda kësaj periudhe, do të jetë po ashtu me propozim të LSDM-s opozitare, por me pëlqim edhe të 3 partive të tjera më të mëdha në vend. Ndërkohë para zgjedhjeve do të ketë edhe një afat për 20 ditëve kur të gjithë votuesit, por edhe 40.000 votuesit e kontestuar do të kenë mundësi të kontrollojnë nëse gjenden në listë dhe të paraqiten nëse këtë se kanë bërë në afatin i cili rrjedh aktualisht. Partitë janë dakorduar edhe për zbatimin e reformave të pribes, por për këto nuk ka një afat të caktuar. 980 persona janë paraqitur deri sot në zyrat rajonale të KSZ-s apo në internet për të verifikuar të drejtën e tyre të votës. Në njoftimin e rregullt, Komisioni Shtetëror Zgjedhor theksohet se deri në orën 13 janë paraqitur gjithsej 180 qytetarë të Çajirit, 83 qytetarë të aerodromit, 76 të komunës Qendër, 62 të Kërçovës, Gostivar 55 dhe Tetov 52. Më ngadalë shkon paraqitja banorëve të Jugunocës, Ilindenit, Grackos, Kriva Pallankës, Krushevës, Demir Hisarit, Qyqersan Devës, Haraçinës dhe të tjera.
Maqedonia sot ka festuar 2 gushtin festën e 2 lindeneve, por edhe gjatë fjalimeve festive të krerëve shtetëror dhe përfaqësuesve partijak nuk u kursyen akuzat dhe porosit politike mes pushtetit dhe opozitës. Presidenti Gjorgji Ivanov porositi partitë politike që negociatat t'i zhvillojnë në institucione dhe jo në ambasada. Kryetari i Kuvendit Rako Velanovski tha se populli është peng i politikës jo parimore, ndërsa kreu i socialdemokratëve Zoran Zaev tha se do ta ndërtojnë në Republikën e Maqedonisë sipas ëndrave të ilindenasve. Maqedonia sot shënoi 2 ilindenët, 113 vjetorin e kryengritjes së ilindenit dhe 71 vjetorin e mbledhjes së parë të KHKM-s. Me këtë rast, krerët shtetëror dhe përfaqësuesit e partive politike maqedonase nderuan figurat e këtyre 2 datave, por në fjalimet e tyre, përveç urimeve për festën, përfaqësuesit e pushtetit dhe opozitës nuk kursyen as porosit politike ndaj njëra tjetrës. Presidenti Gjorgji Ivanov në fjalimin e tij u dërgoi apel partive politike në vend se duhet të viktimizojnë interesat personale për ato shtetërore. Sot, në ditën e lindenit, në emër të herojnëve tonë të së kaluarës, por edhe të fëmijëve tanë, të cilët janë herojnë të ardhmërisë, ju bëj thirrje të viktimizojmë interesat personale për shkak të interesave të përgjithshme, interesat e ngushta partijake për ato shtetëroret, të ndërtojmë kulturë për dialog dhe kompromis, por edhe ndjenjë për bashkim rreth interesave shtetërore. Ju bëj thirrje që dialogun ta bëjmë në institucione dhe jo nëpër ambasada. Përkrahjen ta kërkojmë tek qytetarët dhe jo tek faktorët ndërkombëtar. Kryetari i Kuvendit Rako Velanovski ftoi në bashkim të strukturave politike, ndërsa nënvizoi se qytetarët janë peng të një politike jo parimore. Bëj thirrje për ripërtritje plotësuese mirëkuptimit dhe respektit mes vetë ndërmjet partive politike. Ata nuk guxojnë të jenë armiq dhe patjetër duhet të jenë konkurrentë të cilët kanë të njëjtin qëllim. Maqedonia është qëllimi jon i përbashkët. Populli më gjatë kohë është pengi një politike të këtill jo parimore. Edhe me rastin e festës së 2 gushtit, liderët politik Nikola Gruevski nga VMRO DPMNE dhe Zoran Zaev nga LSDM dërguan akuza të rënda ndaj njëri tjetrit. Gruevski tha se populli është zoti i këtij vendi dhe ai do të vendos për ardhmërinë, ndërsa Zaev potencoi se Republikën e cila është në flak dhe e shkretuar nga bande e vogël familjare, sërish do ta ndërtojë në pajtueshmëri me idealet e ilindenit. Lesna je da sediš ostrana i da nabljuduaš. Është lehtë të rish, prej anash të vëzhgosh, edhe më lehtë është të kritikosh dhe të jesh destruktiv, të pështis pas çdo gjë që bëhet, krijohet dhe ndërtohet, vetëm të flasish, ndërsa asgjë të mos bësh, edhe këtë e din shumica e këtij populli. I mnozинство to odovoj narod. Nabrzo, ki ima i pravda i pravdina. Së shpejti do të ketë drejtësi dhe të drejta, edhe prosperitet edhe ardhmëri. Idealet janë të njëjta, vetëm armatimi është ndryshuar. Dikur parasit ton betejën për liri e bënin me pushka dhe top. Sot, arma me fuqishme është zëri i popullit. E dëgjojmë atë zë, i ngritur dhe kryengritës nëpër rrugët, tashmë me muaj. U ngrit populli kundër hajdutëve, ndërsa për jetë më të mirë. Zaev deklaroi se standardi i jetesës së qytetarëve, sipas të cilit në Maqedoni është më i ulët në Ballkan, tregon nëse janë plotësuar ose jo ëndrat e luftëtarëve të ilindenit. Analistët me qëndrime të ndara lidhur me pritjen e djeshme të ish kryeministit Nikola Gruevski në fshatin Shipkovic të Tetovës. Mersel Bilali e sheh pritjen si një fushatë e lirë politike mbi kurrizin e një fatkeqësie natyrore dhe e cila është bërë vetëm nga një grup i vogël i banorëve. Ndërsa për Ramadanin, shqiptarët e Shipkovicës, siguratat Haraçinës, lagjes së Trimave dhe disa vendeve të tjera u bëjnë pritje të denjë liderëve maqedonas për t'u treguar atyre shqiptarë se nuk kanë asnjë vlerë në sytë e tyre. Analistët politik thonë se nuk duhet fajsuar banorët e Shipkovicës për pritjen e ish kryeministrit Nikola Gruevski në këtë fshat. Ata ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me shkaqe që kanë sjellë deri tek pritja e politikanit, sipas tyre më të padëshiruar nga shqiptarët në një zonë të pastër me shqiptar. Sipas Mersel Bilalit, Gruevski ne ka pritur një grup i vogël dhe jo të gjithë banorët e Shipkovicës. Pasi ndryshe nuk do të ishte e logjikshme që të organizohej pritje aq e ngrohtë, por dikë që ka punuar në dëm të popullatës shqiptare. Gjithçka sipas tij është fushatë e kurdisur politike. Është në nëshmim të bëhet në ndikimin e kampanjës pra pompezët të Gruevskit, i cili dëshiron të shëron plagat që i ka në raport me krimin e organizuar dhe aspekte ndërhetnike përmes tragedive që ndodhen pra Shipkovicë. Pra është pa kuptishme që njerëzit më një grandioze ta pranojnë një diktator që i ka shkel në esencën
dignitetit njerëzor pra qytetarëve, veçanërisht shqiptarëve. Por sipas Ramadan Ramadanit, as grupi që priti Gruevski nuk duhet akuzuar. Sipas tij, banorët që shihen në video incizimet e mediave të ndryshme, duke falëndëruar Gruevskin, flasin për ndihmën e dhënë gjatë vëshimeve nga qeveria, e cila atëherë kryesohej nga Gruevski. Mendoj se është kjo një gest mirënjohje për një politikan që në kohën kur ka pas pushtet dhe përfaqësim politik, ju është gjindur Shqipkovicëve dhe mendoj se duhet shihet vetëm si një gest mirënjohje e as se si një qëndrim politik apo qëndrim kombëtar. Sipas Ramadanit, të vetmit në këtë situatë që mund të fajsohen janë partisë shqiptare, e veçanërisht Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët i kanë lënë të vetëm shqiptarët si në Shqipkovicë, ashtu edhe në vendet e tjera. Disa qytetarë sipas tij po e shprehin mllefin ndaj zyrtarëve shqiptar, duke u bërë pritje të mirë liderëve Maqedonas. Mendoj se kjo mund të analizohet në dy aspekte. E para është se në këtë mënyrë shqiptarët e shohin se ata i kap xhelozia, për politikanët shqiptar i kap xhelozia kur shqiptarët dinë të bëjnë qëndrime të veta politike apo afirmative kundrejt tjerave, dhe e dyta në një farë mënyrë tregojnë indiferencën e thellë të cilën e përjetojnë popullata shqiptare nga vetë ata përfaqësues të cilët e kanë gojën plot shqiptari çdo herë dhe në çdo tubim. Ndërkohë Bilalli kritikon partisë shqiptare në parlament se nuk dallojnë nga VMRO-DPMN-ja, se gjatë mandatit të tyre të qeverisjes, ata janë mishëruar si një trup i vetëm, dhe tani është populli kundër partive që nuk kanë bërë asgjë për avancimin e tyre. Nuk i distancoj liderët shqiptar prej Gruevskit, kështu që distanca ime ka të bëjë Gruevski bashkë me liderët shqiptar dhe popull. Nuk mund pres nga liderët shqiptar bëjnë diçka mirë kur ata janë pjesë të përgjegjësisë, madje kanë përdor dignitetin elementar njerëzor edhe shqiptar, duke i shpërngul, duke i varfëruar dhe duke shkatru pra sistemi edhe të tyre, pra unë presa të intervenojnë për një gjë minimale, si që është bas për ato minimale, si që është vizita në Shqipërisë e një diktator. Analistët konsiderojnë se tani është momenti për të ardhur në shprehje partitë e vërteta opozitare, që do dalin në mbrojtje të shqiptarëve të shkelur dhe anashkaluar me vite. Besojnë se ata duhet të dalin me vlerësime të qarta, se pritja e Gruevskit nuk ishte asgjë më shumë se sa fushat e lirë, e krijuar duke shfrytzuar ndjenjat e njerëzve me pasoja dhe kujtime ende të freskëta të një fatkeqësie natyrore. Qeveritë greke dhe bullgare në një deklaratë të përbashkët kanë shprehur shqetësimet lidhur me zhvillimet në rajon, duke dënuar retorikën nacionaliste dhe aktet jo demokratike në vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu në një mënyrë indirekte dërgohet edhe një mesazh për qeverinë e Maqedonisë, duke kërkuar përmbushjen e parimeve europiane të sundimit të ligjit. Në deklaratën e përbashkët theksohet se stabiliteti dhe qeverisja demokratike duhet të jenë komplementare e jo të zgjidhet njëra prej tyre. Greqia dhe Bullgaria nëpërmjet një deklarate të përbashkët në mënyrë indirekte dërguan një mesazh për qeverinë maqedonase që do përmbahet parimeve evropiane të sundimit të ligjit, ruajtjen e vlerave demokratike dhe të respektimit të fqinjësisë së mirë. Deklarata e përbashkët u nënshkrua pas takimit të tretë të përbashkët mes qeverive të dy vendeve. Në të theksohet se stabiliteti dhe qeverisja demokratike duhet të jenë komplementare, e jo të zgjidhet njëra nga këto. Shpejtësia e procesit të integrimit bazohet në meritat e secilit vend dhe nga reformat e nevojshme që duhet të vazhdojnë të zbatohen nëpërmjet një dialogu gjithëpërfshirës demokratik të gjithë shoqërisë, për siguruar stabilitetin dhe qeverisjen demokratike, në vend që zgjidhet njëra nga këto dy gjërat. Në deklaratën e nënshkruar nga kryeministri bullgar dhe ai grek, shfaqen pikpamjet e përbashkëta për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, ku shprehen shqetësimet lidhur me zhvillimet në rajon, duke inkurajuar liderët politik që të tregojnë në praktik se janë të angazhuar për vlerat demokratike, sundimin e ligjit dhe të drejtat e njerëzit. Dënojmë retorikën nacionaliste dhe aktet jo demokratike dhe kujtojmë se të gjitha shtetet e Europës juglindore janë të obliguara të ndjekin rrugën e integrimit evropian, duke respektuar vlerat dhe parimet e Bashkimit Evropian, si dhe duke praktiksuar sjelljet dhe qëndrimet negative nga e kaluara. Përveç kësaj, qeveritë e dy vendeve rëndësi të veçantë kanë kushtuar edhe bashkëpunimit të ndërsjelltë ekonomik, si dhe rritjes së bashkëpunimit mes shërbimeve kufitare për menaxhim më të mirë me krizën e refugjatëve.
Ambasadorja aktuale e Francës në Maqedoni, Loren Sawyer, ka përfunduar shërbimin diplomatik në vend saj do të vi Christian Timonier, i emëruar nga shteti francez që ta përfaqësojë qytetarët e Francës në Maqedoni për mandatin e ardhshëm. Vendimi për emërimin e tij për ambasador në Maqedoni është publikuar në gazetën zyrtare në Francë dhe pritet që këto javë të bëhet pranim dorëzimi i pozicionit. Më herët Timonier ka prezantuar Francën në Napoli dhe Selanik, ndërsa për momentin është antar i kabinetit për shënimin e 100 vjetorit të luftës së parë botërore. Ndrojmë temë, gati 5 vite banorët e fshatit Batinc përballen me mungesën e ujit të pishëm. Mbushja dhe bartja e enëve me ujë nga cepi tjetër i fshatit është bërë tashmë rutinë për mira banorët të këtij fshati. Ata thonë se edhe pse ky problem po zgjat me vite, autoritetet nuk kanë bërë asgjë për t'u gjetur zgjidhje. Banorët e fshatit Batinc gati 5 vite përballen me probleme për ujë të pishëm. Ky fshat numëron rreth 4000 banor, ndërsa një pjesë e madhe e tyre kanë mungesë të ujit të pishëm. Banorët thonë se çdo vit kanë bërë kërkesë deri tek komuna, që ta zgjidhin këtë problematik, por kjo temë vazhdon të ngel në heshtje. Volën nat 150 kuqi, volla I delvi së çnjut. Ne në këtë pjesë të fshatit rreth 150 shtëpi vojmë për ujë të pishëm, megjithatë ne kemi kërkuar ndihmë edhe prej komunës. Ata kanë apeluar tek menaxhuesi I ujësjellësit që të krijohen kushte për ndërtimin e një rezervuari të ri. Mirëpo ata thonë që ky fshat ka ujë të mjaftueshëm, por uji shfrytëzohet pa nevojë, pra nuk ka kontroll të përdorimit të tij. Fshati Batinc ka probleme ujit në ujësjellës, që shumë vite veç vinë na thonë që ka me pas. Ki katoni ka veç për shtyt të nalë, ka fër 1000 shpi që s'kan ujë. Ama vinë, vode, thënë. Ka ujë kështu, vinë, I kontrolën kështë dhe shka ma, s'marim masa kërkusht. Gati dhe bone 15.000 banor ujë s'ka. Vinë 2 orë vetëm natën. 5 vjetë na ujë bajmë për të pitë pi nëllët. A për të lajtë që shtu mbushim me kolquk, me kërë, shka që ka. Siç mund të shihet edhe nga pamjet, është e mjerueshme gjendja me të cilën përballen banorët e këtij fshati. Edhe krahas nevojës së domosdoshme për ujë, ka qytetarë të cilët druajnë të flasin para kamerave për probleme që I mundojnë. Ata thonë se druajnë nga pasojat e ngritjes së zërit, që sipas tyre mund të jenë deri në humbje të vendit të punës. Vidovte kako sestro se plaše narodom ne izlegat pred kamerat. E pat se si njerëzit kanë frikë të flasin para kamerës, sepse mund t'i pushojnë nga puna. Çfarë qeveria është kjo? Unë nuk jam kundër saj, unë asnjëherë nuk frikohem prej drejtësisë, por kam frikë prej padrejtësisë. Mungesa që këto banor kanë për ujë nuk është problemi tyre I vetëm. Ata kanë edhe probleme të shpeshta me rrymën elektrike, problemi I cili po ashtu ka kohë që ka ngelur I pazidhur. Lideri I Partisë Demokratike të Shqipërisë Lulzim Basha kërkon qeveri teknike si garanci të vetme për zgjedhje të lira dhe demokratike. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump druan se zgjedhjet amerikane mund të manipulohen. Vazhdojmë mëtej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Kryetari I Partisë Demokratike të Shqipërisë Lulzim Basha në një bashkëbisedim me gazetarët deklaroi se mazhoranca po bën gati vjedhjen dhe shkatrimin e zgjedhjeve dhe për të shmangur këtë duhet një qeveri teknike. Pasi deklaroi se sa I përket reformës në drejtësi tashmë nuk do të ketë më betejë politike, por vetëm ligjore. Basha tha se tani nis betejë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kemi prezantuar platformën tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme në reformën e posaçme të reformës zgjedhore, por qeverisja e Ramos po shteron mundësinë kohore për implementimin e platformës sonë. U shpreh Basha, po bëjnë gati vjedhjen dhe shkatrimin e zgjedhjeve të radhës. Kjo është një vijë ndarëse që nuk kalohet. Nuk do të lejojmë prishjen e procesit të ardhshëm zgjedhor. Kushti ynë për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është dhe mbetet qeveria teknike, shtoi kreu I PD-s, I cili tha se qeveria teknike duhet ngritur sa më shpejt.
Mbi 78.000 nënshkrimi janë mbledhur në një peticion online në faqen e shtëpisë së bardhë me kërkesë për ekstradimin në Turqi të kreut organizatës Fethullah Gülen. Ekstradimi i Gülenit kërkohet pas dyshimeve se qëndron pas tentativës për grusht shtetin e Turqisë, ndërkohë dhe ministri i drejtësisë së Turqisë Bekir Bozda njoftoi se për herë të dytë ka dërguar shkresë administratës në SBA me kërkesën e njëjtë ekstradimin e Gülenit. Peticioni i cili u hap në faqen zyrtare të internetit të shtëpisë së bardhë për ekstradimin e kreut të organizatës terroriste Fethullah Gülen, ka mbledhur mbi 78.000 nënshkrime, raporton agjencia Anadolu. Për të kompletuar ky peticion duhet të mblidhen edhe 22.000 nënshkrime, ndërsa afati s'ka dom për 2 javë. Iniciativa u mor nga disa qytetarë të Turqisë që jetojnë në SBA, më 17 korrik. Me fjalin, dua që qeveria jon të mos ofrojë strehim të sigurt për Fethullah Gülenin dhe ta dorëzoj atë në Turqi. Në shpjegimin e iniciatorëve se përse duhet të përkrahet kionizmi, shkruhet se Güleni është përgjegjës për grushtetin në Turqi dhe për cënimin e qeverisë së zgjedhur në zgjedhje të drejta dhe demokratike, prandaj duhet ekstraduar menjëherë, duke marrë parasysh aleancën e moçme të Turqisë me SBA-n. Iniciatorët thonë se Amerika zyrtare duhet të marrë seriozisht kërkesën e tyre. Ata rikujtojnë edhe vlerësimin e tij si terrorist në Turqi. Ju lutem na ndihmoni që ta bindim presidentin dhe qeverin ton, se ne si SBA duhet të punojmë me autoritetet dhe qeverit të zgjedhura në mënyrë demokratike. Dua që qeveria jon të mos ofrojë strehim të sigurt për Fethullah Gülenin dhe ta dorëzojë atë në Turqi, shkruan mes tjerash në tekstin e thirrjes për nënshkrimin e peticionit, ndërkohë që pritet finalizimi i iniciativës me mbledhjen e 100.000 nënshkrimeve. Ministri i drejtësisë së Turqisë Bekir Bozda ka njoftuar se Turqia tashmë për herë të dytë ka dërguar shkresë në SBA për ekstradimin e Fethullah Gülenit, kreut të organizatës terroriste FETO. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës beson se zgjedhjet presidenciale në SBA mund të kurdisen në favor të kundërkandidatit të tij Hillary Clinton. Ai tha madje se Partia Demokratike e SBA-s ka kurdisur edhe zgjedhjet e brendshme, duke nxjerrë fituese Hillary Clintonin përpara Bernie Sanders. Donald Trump druan se zgjedhjet presidenciale të nëntorit do të jenë të kurdisura. Kandidati i Partisë Republikane për president nuk i mbështet dyshimet e tij në asnjë dëshmi, por vetëm në bindjen dhe njohuritë e tij, raporton agjencia Anadolu. Komentet e tilla në opinion janë cilësuar si kërcënim për vetë fushatën dhe për zgjedhjet presidenciale që tradicionalisht zhvillohen në mënyrë të qetë. Të jemi sinqert, kam frikë se zgjedhjet do të jenë të kurdisura. Gjithnjë më shpesh dëgjoj se zgjedhjet nuk do të zbatohen në mënyrë korrekte. Trump këto pohime i shpalosi pas dyshimeve të para se demokratët kanë kurdisur sistemin e tyre të zgjedhjeve për kandidat presidencial që Hillary Clinton të fitoje përsi ndaj Bernie Sanders. Partia Demokratike muajin e kaluar u trondit nga shpallja e mbi 19.000 emailave të Këshillit Kombëtar Demokratik, organeve drejtuese të partisë, të cilat i publikoi WikiLeaks. Në to u zbulua animi ndaj Clintonit në dëm të Sanders. Një ligj i ri në shtetin amerikan të Teksasit lejon studentët që të mbajnë armë në kampuset universitare. Studentët e moshës nga 21 vjeç mund të marrin armë në klasë sipas ligjit të ri. Teksasi është një nga 8 shtetet e SBA-s që lejon studentët të mbajnë pistoleta në ambientet universitare. Shumë zyrtar të arsimit të lartë dhe studentët janë të shqetësuar për ligjin, pasi ai mund të dekurajojë studentët që të ndjekin studimet e tyre. Por përkrasit e ligjit argumentojnë se kjo është një drejtë kritike për vetëmbrojtje dhe respektimin e lirive kushtetuese. Republikanët në Teksas thonë se ligji Campus Carry mund të parandalojë të shtënat me armë në universitete që shpesh kanë marrë shumë jetë njerëzish. India është përfshirë nga shirat monsun pas 2 vite, thatësi dhe numri të vdekurve gjatë këtyre shirave arritin në 96, ndërsa më shumë se 700.000 banori janë vendosur në qendrat private të qeverisë, raporton agjencia Anadolu. Rreshet e pandërprera të shiut përfshin shumë sipërfaqe të tokës, gjë e cila solli deri tek dëmtimi i kablove telefonike, më shumë në shtetin indian Bihar në lindje, Assam në verilindje dhe Himachal Pradesh në veri. Gjatë javës e kaluar në këto 3 shtete, gjatë shirave monsune humbën jetën gjithsej 96 persona. Ndryshe India është përfshirë nga shirat monsune pas 2 vite thatësi.
Ndërkohë në Chicago të Shëbaz janë ekspozuar 170 skulptura nga ushtria e lashtë kineze mbrojtur tashmë nga UNESCO si trashëgimi botrore. Ushtria Terrakota besot të jetë bërë për mbrojtjen e perandorit të parë të Kinës Qin Shi Huang në vitin 246 para Krishtit. Në Muzeun The Field në qytetin Chicago të Shëbaz janë ekspozuar 170 skulptura nga ushtria e lashtë kineze Terrakota. Ushtria në fjalë që nga vitin 1987 është futur në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ushtria Terrakota llogaritet si një nga zbulimet më të mëdha arkeologjike të shekullit kaluar, ndërkohë që ekspozita e saj në cilën do të gjendet edhe statuja e generalit, e cila është statuja më e gjatë me gjatësinë për 195 cm-sh, do të jetë hapur për amerikanët në emrin perandori i parë i Kinës dhe ushtarët e tij Terrakota. Në mesin e figurave më të spikatura në ekspozit do t'jenë kali i cili tërheq qerrën e luftës, ushtarët me parzmore, ngasësi i qerrës së luftës, si dhe statujat e shigjetarëve. Në ekspozit vizitorët u jepen detaje në lidhje me procesin e krijimit të ushtrisë Terrakota, e cila besohet të jetë bërë për mbrojtjen e perandorit të parë të Kinës, Qin Shi Huang. Në qytetin Xi'an të provincës Shaanxi të Kinës, ushtria Terrakota u gjend në vitin 1974 pranë barrit të perandorit të parë Huang nga një bujk, ndërsa supozohet se bërja e kësaj ushtrie ka filluar në vitin 246 para Krishtit dhe ka zgjatur 30 vite, kurse në punën për bërjen e saj janë angazhuar 700.000 persona. Mendohet se në ushtrinë Terrakota gjenden 8.000 ushtarë, 130 qerrë lufte së bashku me 520 kuaj, si dhe 150 trupa kalorësie. Ushtarët janë në gjatësi prej 183 deri në 195 cm, ndërsa vëmendje tërheqin ushtarët me pamjet e ndryshme të fytyrave dhe qëndrimet e ndryshme. Ekspozita në fjalë do të jetë hapur deri më 8 janar 2017. Këto ishin të gjitha informacionet e përmbledhura për këtë edicion qendror të lajmeve të ndëruar shikues. Faleminderit që ishit me ne dhe mirëmbashje.